أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla, te falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjelli Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, ja prapo vijnë dhe diçi i Dhul Hijjes, ditët me bekimet e tij, ditët më të mira të tokës, ditët ku në te besimtari ngritet në derejgjet e gjennetit, në derejgjet e dunjas të Allahu Azza wa Jall, ditët ku në te fshihen mëkatet e mëdhaja dhe të vogla nga besimtarët, ditët ku çdo njeri që ka ngret duart drejt Allahut Azza wa Jall për ta lutur atë do t'i pranohen duat, ditët ku fshihen mëkatet e vogla dhe të mëdhaja, ja pra këto janë ditët e Dhul Hijjes të nderuar. Prej nimeteve të Allahut Azza wa Jall mbi ummetin e Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam janë edhe sezonat e ibadeteve të nderuar. Allahu Azza wa Jall bëri disa ditë pra të nderuar për besimtarët në mënyrë që të jenë më të vyshme në mënyrë që ata të shtojnë ibadetet dhe të ringjallën zemrat e tyre dhe të jenë të ringjallur me ibadetet dhe me veprat e mira. Të nderuar vëllezër, Pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam për këtë ditë tha: "Ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr." Nuk ka ditë ku veprat në këtë ditë janë më të dashura te Allahu Azza wa Jall dhe më vlerë se sa këto 10 ditët e Dhul Hijjes. Thanë të pranishmit ja Rasulullah, edhe në rrugë, edhe lufta në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe rruga, edhe lufta në rrugën e Allahut Jalla Jalaluhu, përveç atij i cili thot ka dalë me trupin e tij dhe me pasurinë e tij dhe nuk është kthyer në shtëpinë e tij më. Të nderuar vëllezër, nuk egzagjerojmë as pak nëse themi se këto janë ditët më të mira të dunjas, më të vlefshme të dunjas. Po si mos jenë kështu kur Allahu Azza wa Jall është betuar në këtë ditë. Dhe Allahu Jalla Jalaluhu nuk betohet në diçka vetëm se është madhështore dhe me vlerë. Allahu Azza wa Jall në surën Al-Fajr u betua dhe tha wal fajri wa layalin ashr, pasha agimin dhe pasha 10 ditëshin. Të gjithë apo shumica e komentatorëve të Kur'anit Kerimit thojnë se 10 ditëshin e këta jetë është për qëllim 10 ditë i Dhul Hijjes, 10 ditë i Dhul Hijjes. Gjithashtu të nderuar, po si mos të jenë kështu kur Allahu Azza wa Jall, Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu ka urdhëruar që në këtë ditë pra të përmendet Allahu Jalla Jalaluhu dhe të falenderohet për mirësitë e tij atëherë kur dha Allahu Jalla fi ula wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat fi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, në mënyrë që ta falenderoni Allahun Azza wa Jall në këtë ditë të caktuara mbi kafshët të cilët ua ka dhuruar Allahu Azza wa Jall, mbi kafshët e kurbanit. Të nderuar vëllezër, si mos të jenë të veçuara këtë ditë ku Allahu Azza wa Jall pra Musa alayhis salam i ka lëj 40 ditë duke adhuruar Allahun Azza wa Jall larg gjitha krijesave të tij. Allahu Jalla Jalaluhu pra e përmeni në Kur'anin Kerim këtë gjendje dhe atëherë kur tha wa wa'adna Musa 30 lejla wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 lejla. Allahu Azza wa Jall në mujt dit pra Musa alayhis salam i premtuam, tha Allah Azza wa Jall i premtuam Musa alayhis salam
se do t'i flisni pas një muj dite. Dhe kur u plotësuan një muj ditë, Allahu Azza wa Jall tha na jashtuam edhe 10 ditë. Edhe komentatorët e Kurani Kerimit, sikur Mujahid e të tjerë thanë se 10 ditë që i shtuar në këtë ajet është për qëllim 10 ditë që i dhul Hijjes. Të nderuar vëllezër, po si mos të jenë këto 10 ditë të nderuar dhe të veçuara te Allahu Azza wa Jall për ne, kur në këto 10 ditë të gjithë ibadetet e Allahut Azza wa Jall mblidhen dhe tubohen, duke filluar nga namazi, zekati, haxhi, agjerimi, të gjitha veprat e mira prej nafileve dhe prej ibadeteve të Allahut Azza wa Jall të cilën janë të obliguara, prej agjerimeve gjithashtu. Allahu Azza wa Jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka preferuar që këtë ditë pra të agjerohen, apo më së paku dita e Arafatit, e cila ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, shpresoj që kjo agjerimi kësaj dite të fshin mëkatet e kaluara dhe mëkatet e vitit së ardhshëm. Gjithashtu të nderuar për zakatin, për ata të cilët ka arrit nisabin dhe sasinë e plot të kërkuar në shariat, pra mund që ta jep pra edhe brenda këtyre 10 ditëve për ata të cilët e kanë caktuar pra përfundimin e vitit në këto 10 ditë. Ndërsa për ata të cilët e kanë përfunduar dhe përfundimin e vitit në muajin e Ramazan, ata vetëm se e kanë kryer këtë mirësi. Këto 10 ditë të nderuar, çdo vepër e mirë çka bën në këto 10 ditë, shpërblimi te Allahu Azza wa Jall është i shumë fishuar. Duke filluar nga leximi i Kurani Kerimit, përmendja Allahut Azza wa Jall me të gjitha mënyrat e përmendjes së tij, pastaj prej respektimit të prindërve, lidhja e mbatjeve farefisnore, urdhënimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja e kështu me radhë. Të nderuar vëllezër, po si mos të jenë të 10 ditë të nderuar dhe të veçuara te Allahu Azza wa Jall, ku Allahu Jalla Jalalu pra në ditën e Arafatit zbriti ajetin atëra kur tha el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Në këtë ditë thot unë ja u plotësova, tha unë ja u zbrita tha të tërin dinin tem. Dhe u plotësova mirësitë mia mbi ju. Dhe zgjodha për ju fen e quajtur Islam. Pra Allahu Azza wa Jall në këtë ditë pra e plotësoi dhuntit e tij dhe e plotësoi zbritjen e wahjit të tij ndaj umetit dhe njerëzimit në përgjithësi. Të nderuar vëllezër, gjithashtu në këto dita kanë funksione dhe vepra të mëdha. Këto kanë vepra të mëdha. Sikur që janë agjerimi, sikur që e cekëm të njëjtën kohë të nderuar, pastaj janë edhe prej veprave të mira gjithashtu është edhe përmendja Allahut Azza wa Jall, sikur që ka ardhur në hadith në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Abdullah ibn Umari, ma min ayamin a'zamu inda Allahi wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa tahmid. Nuk ka ditë më madhështore, më të vlefshme te Allahu Azza wa Jall se këto 10 ditët e Dhul Hijjes, pra shpeshtojini sa më shumë fjalën la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, e kështu me radhë. Thot Imam Bukhariu rahimahullah, thot kana Ibn Umar wa Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yakhrujan ila as-suq fi hadhihi al-ayyam al-'ashr yukabbiran. Thot Bukhariu e regjistron pra këtë transmetim se Ibn Umari dhe Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhuma, thot kado që hetshin në tregje apo rrugës, vetëm se e madhroshin Allahun Azza wa Jall me tekbir, derisa kushin dëgjon të ata për njerëzve, pra i shoqëronte në tekbir gjithashtu të nderuar. Por shkak se tekbiri të nderuar është dy lloje. Tekbiri i përgjithshëm, e cila në këto 10 ditë është e preferuar dhe sunnet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të bëjmë tekbir në çdo gjendje dhe në çdo vend, dhe tekbiri i cila shoqërohet pas çdo namazi, e cila fillon me ditën e Arafatit në mëngjesin e tij deri në ditën e 4 të ditës së Kurban Bayramit. Gjithashtu të nderuar, këtë dita është prej sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra në ditën e Bayramit të prehet edhe kurban, sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk kush e shef idha ra'aytum hilal dhil hijja wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi. Kush e shef thot hanën e dhul hijjes dhe dëshiron dhe ka një jetë që të pret të therë kurban, thot ai thot mos t'i merr nga thonjet dhe qimet, duke filluar nga flokët dhe mjekra e tij deri në ditën kur ta therë kurbanin e tij.
Gjithashtu të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dhe ka treguar dhe ka rekomanduar që kurbani pra të therret pas namazit të kurbanit, pas namazit të Kurban Bayramit, jo para tij, për shkak se ai quhet vetëm një sadaka e thjesht. Por sa i përket kusheve të kurbanit të nderuar, ato janë 4, sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos të jetë pra mjesmundje të qartë, mos të jetë çorr dhe mos të jetë e lodhur dhe mos të jetë gjithashtu apo e raskapitur me temetat. Gjithashtu më në këtyre ditëve të nderuar, pra mjafton therrja kurbanit për kryefamiljari, për gjithë familjen e tij. Nuk është e thënë dhe e kërkuar që çdo njeri në familjen në një shtëpi të therr kurban, por kryefamiljari është ai i cili e therr për të gjithë familjen e tij të nderuar. Pastaj të nderuar, ndarja e mishit ka ulemat dhe fukahat e islamit e kanë preferuar që mishi i kurbanit të ndahet në 3 pjesë. Pjesa pra një pjesë të jetë për familjen e tij, një pjesë pra të ndahet për të varfrit dhe një pjesë pra të jepet hedije apo dhurat për të afërmit dhe për kanë dëshiron. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Të nderuar vëllezër, për sa i përket kurbanit të nderuar, gjithashtu shpërndarja e Kurban Bayramit fillon, apo shpërndarja e mishit e kurbanit fillon prej momentit kur të prehet kurbani deri në ditën e 4 të ditëve të Kurban Bayramit. Gjithashtu nuk lejohet që për pagesë të kasapit bëhet që të merr ai nga mishi i kurbanit. Jo, për shkak se kjo është ndaluar, nëse don që ti dhurosh nga mishi i kurbanit atij jep, jo për shijon kompenzim për shkak shërbimit që e ka bërë. Gjithashtu nderuar, në Islam nuk lejohet aidan gjithashtu që të shitet lëkura e kurbaneve dhe lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhalla xhelalu na i mundson këtë ditë na të shfrytëzojmë në veprat e mira. Lutim Allahun azza wa jall që këtë ditë na të shfrytëzojmë me afrim të Allahu azza wa jall në të gjitha format e saj. Lutim Allahun xhalla xhelalu që Allahu azza wa jall që ndihmon muslimanëve kudo që janë. Lutim Allahun azza wa jall që të na përmirëson gjendjen neve dhe të na i përmirëson zemrat e tona dhe veprat e tona. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.